Gjatë takimit të Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural me fermerët e Kukësit dhe Hasit, ku diskutua mbi nevojat reale të sektorit të bujqësor, kryetari i Bashkisë Kukës, Albert Halila, u shpreh se këtë vit pritet një numër më i madh aplikuesish si rezultat i zgjerimit të skemës kombëtare për mbështetjen e bujqësisë. Ky vit do jetë me një skemë më zgjeruar dhe besoj edhe numri i aplikantëve dhe përfituesve do jetë shumë më i madh. Ndërkohë, kryetari i Bashkisë Has, Miftar Dauti, theksoi se përmes kësaj mbështetje, fermerët dhe banorët e Hasit do të kenë më shumë mundësi të punojnë në pronat e tyre, duke ndikuar drejt për drejt edhe në uljen e emigracionit. Këto skema do vinë vazhdimisht duke u përmirësuar mirën e banorëve dhe sa më të mira të jenë këto skema, sigurisht do krijohen mundësitë që çdo banor i Hasit, i qarkut Kukësit në përgjithësi, gjenë vendin e tyre dhe të punojnë në pronat e tyre me qëllim që edhe migracioni mos jetë më aq i theksuar sepse qarku jonë po përshatiset vazhdimisht. Skema kombëtare 2026 për fermerët synon adresimin e nevojave reale të sektorit bujqësor, si dhe kanalizimin e financimeve me efikacitet më të lartë dhe me potencial për krijimin e vlerës së shtuar në ekonominë bujqësore të vendit.